Nuk jemi këtu për të numëruar për vjetore e vite, jemi këtu për të pyetur veten, çfarë bëri ai me ne dhe çfarë po bëjmë ne me atë që na la ai. 20 vjet pas ndarjes së tij nga jeta, ne nuk flasim për një figurë të mbyllur në kohë, por për një mendim që vazhdon të na gjykoj, na mos dhe të na kërkoj lartësi. Dhe dua të them qysh fillim, është jashtëzakonisht e vështirë të mbash një fjalim për Rrugovën. Jo sepse mungojnë fjalët, por sepse janë tepër shumë, sepse çdo fjali rrezikon të jetë më e vogël se sa figura për cilën ti flet. Sepse çdo përpjekje për ta përmbledhur jetën e tij rrezikon të zvogëlojë një figurë që të qëndron si dritë prirjeje. Po të kisha pasur mundësi, sot nuk do të mbaja fjalimin tim fare. Do ta lexoja para jush faqe për faqe librin Memento për Rrugovën të akademik Sabri Hamitit, librin e vetëm që e mbaj gjithmonë në ballorën e zyrës sime, jo si dekor, por si një kujtesë, si matës, si pyetje e përditshme, apo i afrohemi, apo i largohemi asaj që ai dikur e quante Republikë dhe Shtet. Rrugovën nuk mund ta përshkruajmë si një figurë për fotografi, por si mendim që duhet kuptuar. Dhe Rrugova nuk është i lehtë për të kuptuar, as me fjalit shkurta e besa edhe me fjalit bukura. Ai nuk është thjesht një fjalë slogan elektoral, nuk është as brit, nuk është as figurë e shpejtë për ndonjë duartrokitje. Rrugova është proces, është rrugë e gjatë, është durim që nuk dorëzohet. Prandaj ky fjalim nuk do të jetë për të madhështuar me fjalë të mëdha njeriu që nuk ka nevojë për madhështime. Do të jetë për ta kuptuar me mendje të qetë, sepse Rrugova nuk kërkon zë të lartë, kërkon gjithmonë mendim të thellë. 20 vjet pa të, na kanë bërë të qartë një gjë, ai nuk ishte një njeri i momentit, por ishte njeri i kohës së gjatë. Dhe njerëzit e kohës së gjatë nuk përshkruhen lehtë. Ata nuk matën me një ngjarje të vetme, por me drejtimin që ja ndryshoi historisë. Prandaj sot nuk jemi këtu për të numëruar për vjetore e vite, jemi këtu për të pyetur veten, çfarë bëri ai me ne dhe çfarë po bëjmë ne me atë që na la ai. Dhe sado që duket e vështirë, më lejoni të them se ky është leximi im për Ibrahim Rrugovën. Humbja dhe rritja. Ka njerëz që e pushtojnë kohën me zhurmë, ka të tjerë që ndërtojnë kohën me qetësi. Rrugova ishte i dyti. Ai nuk e kërkoi kur rolin e herojit, por historia i dha rolin e themeluesit. Nuk e kërkoi as skenën, por skena u detyrua ta pranoj. Nuk kërkoi as pushtet për vete, por u ndërtoi pushtetin për një popull që kishte mbetur pa shtet. Në gjitha këto tipare nuk i erdhën si mësime të jetës politike, siç mund t'i vinë secilit politikan të kohës moderne sot, përfshirë dhe mua. Ato i erdhën si mësime jetësore shumë para se politika të ishte në diapazonin e yjeve të tij. Sot, 20 vjet pas ndarjes së tij, ne kemi shtet, jo të përkryer, jo pa probleme, por kemi atë që ai e ndroi. Një Kosovë që flet në emrin e vet, që përfaqësohet në botë, që ndërton institucionet e saj, dhe çdo gur i këtij shteti mban në mënyrë të dukshme ose të padukshme gjurmën e mendimit të tij, të arkitektit. Që ta kuptojmë, Rrugova na la një shtet për ta mbrojtur, jo një emër për ta përdorur. Prandaj përkujtimi i tij nuk është vetëm nostalgji, përkujtimi i tij është përgjegjësi. Të nderosh Rrugovën nuk do të thotë të përmendesh emrin e tij, por të kuptosh thelbin e veprës së tij dhe ta mbrosh veprën e tij me çdo çmim e çdo kusht. Dhe thelbi është ky. Politika është shërbim, jo përfitim, shteti është përgjegjësi, jo plaçk. Pushteti është mjet për drejtësi, jo për lavdi personale. Republika e Kosovës është shtet i pavarur e sovran, sot e përherë. Nëse duam ta ndërtojmë vërtet, e nderojmë vërtet, do ta pyesim veten çdo ditë. Apo e ndërtojmë Kosovën si shtëpi të ligjit, apo si fushë të interesit. Apo respektojmë mendime ndryshe, apo po e shohim si armik. Apo ndërtojmë institucione të vendit, apo po i përdorim ato. Rrugova do të na kërkonte qetësi në vendimarrje, por jo indiferencë. Durim, por jo dorëzim. Dialog, por asnjëherë në shtrim.